Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Pastroni tërësisht zorrën e trash dhe thoni lam të mirë caps lockut me këtë recetë që bën mrekulli. Zorra e trash është 5 metra e gjatë dhe ajo zakonisht priret që të ketë problem me funksionin e saj dhe ne gjithmonë i kushtojmë pak vëmendje. Ajo luan një rol tepër të rëndësishëm në jetën tuaj të përditshme dhe për këtë arsye nuk duhet ta injorojmë as pak. Ja disa nga rregullat që ju nuk duhet t'i anashkaloni për funksionim sa më të mirë të zorrëve. Shtoni në dietën tuaj shumë vitamin C. Kjo vitamin gjendet në shumë fruta dhe perime dhe ju ndihmon në pastrimin e zorrëve, thot një studim i vitit 2015. Prandaj duhet të konsumoni lakër jeshile, brokoli, lule shtrydhe dhe limon. Përdorni probiotik, bakteret miqësore të cilat mbrojnë zorrën e trash. Ulëmtimet sugjerojnë që probiotikët mund të ndihmojnë në parandalimin dhe në trajtimin e zorrës së trash. Këto baktere të mira ndalojnë inflamacionin dhe njëkohësisht përmirësojnë konsistencën e lëvizjes së zorrëve, dy funksione të shëndetit të tretjes të cilat kanë të bëjnë me zorrën e trash. Nivelet të larta të probiotikëve gjenden në ushqimet të fermentuara si kosi grek, uthulla e mollës, djathi e të tjerë. Shtoni nisteshte në dietën tuaj. Nisteshte rezistente të cilat gjenden në ushqime bimore si për shembull patate, orizi, bishtajore, bananet jeshile, ndihmojnë jashtëzakonisht në një zorrë më të shëndetshme duke rritur mikroflorën e zorrëve. Gjithashtu një rishikim i vitit 2013 mbi nisteshten rezistente përcaktoi se ato zvogëlojnë rrezikun për sëmundje të zorrës së trash. Pini sa më shumë ujë për të rregulluar në këtë mënyrë tretjen tuaj. Mungesa e lëngjeve është një shkak i zakonshëm i caps lockut, kështu që pirja e 1.5 deri në 2 litra ujë në ditë mund të parandalojë këtë problem. Ndërkohë, një mënyrë tjetër për të ndihmuar në plotësimin e nevojave tuaja në përmbajtje sa më të lartë të ujit dhe në marrjen e lëngjeve, duhet të përfshini fruta dhe perimet të cilat kanë përqendrime të larta të ujit. Kundërto, ne mund të përmendim kastravecat, kungullin e njom, selino dhe njëkohësisht domate, pjepër dhe lule shtrydhe. Ndërkohë, siguroni që të hani sa më shumë ushqime të cilat janë të pasura me fibra të larta. Çajrat bimor ndihmojnë në përmirësimin e funksionit të zorrës së trash në tretjen e ushqimeve. Gjithashtu provoni një lavazh me ujë të kripur. Një studim i vitit 2010 vërtetoi që uji i kripur e pastron zorrën e trash dhe çdo mëngjes para se ju të konsumoni ushqim, atëherë përzieni 2 lugë çaj krip në një gotë me ujë të vakët. Pijeni atë shpejt dhe përsëriteni këtë proces edhe në mbrëmje. Ndërkohë, këtu do t'ju njohim me receta fantastike të cilat do t'ju ndihmojnë në pastrimin e zorrës së trash në kushte shtëpie. Si fillim, pastrimi i zorrës me metodave natyrale mund t'ju ndihmojë në përmirësimin e tretjes dhe në largimin e toksinave. Këto janë disa receta të bazuara në praktikat popullore dhe natyrale. Receta me aloe vera dhe limon për detoksifikim. Përbërësit që juve do t'ju duen janë një lugë gjelle gjel ose lëng aloe vera i freskët, një gotë ujë, pak lëng limoni. Përgatitja: përzieni aloe verën me ujë dhe limon. Përdorimi: pihet një herë në ditë esëll për 5 deri në 7 ditë. Receta me vaj ulliri, limon për pastrim sa më të thellë. Përbërësit që juve do t'ju duen janë një gotë ujë, një lugë gjelle vaj ulliri,
një lugë lëng limoni. Përdorimi: pijetesën në mëngjes për të ndihmuar në lubrifikimin e zorrëve. Çajrat bimor dhe mjalti për parazitët. Përgatitja që juve do t'ju duhet është të zgjini bimë si karafili, filtrojeni dhe lëreni të ftohet, shtoni mjaltin dhe më pas pak piper. Pini 250 ml nga kjo përzierje esëll në mëngjes. Dhe metodat të tjera natyrale që do t'ju vinë në ndihmë janë rritja e vitaminës C. Konsumoni fruta dhe perime të cilat janë të pasura me vitaminë C, si për shembull limoni dhe portokalli. Rushi dhe kumbullat. Konsumimi i rushit apo edhe i kumbullave të freskëta ndihmon në lëvizjen e zorrëve. Ujë i mjaftueshëm. Pirja të paktën 2 litra ujë në ditë është hapi më i rëndësishëm për pastrimin e zorrëve. Ndërkohë, sipas ekspertëve, një ndër metodat më të mira që ju mund të përgatisni është të shtoni dhe niste shte në dietën tuaj. Niste shtet rezistence, të cilat gjenden në ushqime bimore si patate, orizi, bishtajat, bananet jeshile ndihmojnë të keni një zorë të shëndetshme duke rritur kështu mikroflorën e zorrëve. Gjithashtu një rishikim i vitit 2013 mbi niste shtenë rezistente përcaktoi se ato zvogëlojnë rrezikun për sëmundje të zorrës së trash. Ndërkohë, nga ana tjetër, ju duhet që të kujdeseni dhe të përdorni receta të mjekësisë alternative, të cilat do t'ju vinë juve në ndihmë për të pastruar zorrën e trash, ku një ndër to është pikërisht ajo me uthullmolle dhe mjalt, e cila përveç se do të pastrojë zorrën e trash, gjithashtu ajo do të bëjë të mundur edhe lehtësimin e sistemit tretës. Përveç se pastron organizmin, kjo pije do ta mbush trupin tuaj me energji dhe ndihmon njëkohësisht tek ndjenja e lodhjes kronike, dhimbja e kokës, energjia dhe njëkohësisht tek humbja e peshës. Sot me shumë rëndësi është që ne të pastrojmë trupin ton nga helmet e ushqimit të shpejtë dhe nga të gjitha të tjera që ne i fusim në organizmin ton. Pastrimi i zorrës së trash mund të na ndihmojë për të eliminuar toksinat dhe bakteret e këqija nga ky organ. Kjo mund të na ndihmojë për të patur një zorë të trash dhe tepër të shëndetshme, si edhe të përmirësojmë tretjen. Këtu ne do të paraqesim një recetë natyrale e cila përbëhet nga mjalti dhe nga uthulla e mollës, siç e përmendëm edhe më parë. Për të krijuar këtë përzierje e cila do t'ju ndihmojë në pastrimin e zorrës së trash, juve do t'ju duhen këta përbërës: ujë i pastër, 2 lugë uthullmolle, 2 lugë mjalt. Në një kavanos apo në një gotë të thellë ju duhet të përzjeni që të gjithë përbërësit. Trazojeni mirë derisa të krijohet një masë homogjene dhe mjalti të shkrijë mirë në përzierje. Konsumoni 1 deri në 2 lugë nga kjo përbërje çdo ditë në mëngjes për të pastruar zorrën. Konsumoni shumë ujë gjatë këtij procesi. Këshillohet të konsumoni sa më shumë produkte ushqimore të cilat përmbajnë sasi të mëdha të ujit, siç është bostani. Këshillohet që ta përsërisni këtë rutinë për 2 deri në 3 ditë rresht. Siguroni që të konsumoni sa më shumë fruta dhe njëkohësisht perime dhe drithra, sepse vetëm kështu jo që do të keni zorë të pastra, por do të keni edhe një trup më të shëndetshëm. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!